Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja dhe hëna e Ramazanit sapo ka ardhur. Ajo vjen me mirësi nga Allahu Gjelle Gjelalu, me dhurata të pafundme nga Zoti Madhështor. Transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët. Sa madhështore që është ky hadith. Sa madhështore janë këto fjalë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon se Allahu Gjelle Gjelaluhu me bujarinë e tij të madhe, me mëshirën e tij të lartë, po i hap të teta dyert e xhenetit për robërit e tij. Xheneti tashmë sikur thërret o robërit e Allahut. Unë tashmë jam zbukuruar, unë jam begatuar, i kam hapur dyert për ju. Kush janë ata të cilët do të garojnë për të hyrë në dyert e mia? Madje Allahu subhanahu wa ta'ala për vlerën që ka agjërimi, për vlerën që ka Ramazani, për vlerën që ka ky adhurim madhështor, ka emërtuar një derë nga dyert e xhenetit me emrin Rayyan, e cila është enkas vetëm për agjëruesit. Atje do të shuhet etja, atje nuk do të ketë më etje kurrë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj i hap të teta dyert e xhenetit dhe i mbyll të shtata dyert e zjarrit. Allahu subhanahu wa ta'ala i jep mundësi robërve të tij që të jenë më afër Allahut, që të jenë më pranë adhurimeve, që zemra e tyre të jetë më e lidhur me Zotin e lartësuar. Ndaj mbyllen dyert e zjarrit. Madje Allahu Gjelle Shanuhu prangos djajt, të cilët mbjellin trazira, të cilët sjellin dyshime, që përpiqen ta anojnë njeriu sa majtas dhe djathtas, ta devijojnë atë nga rruga e Allahut dhe adhurimi i tij, në mënyrë që ata të jenë më të qetë, në mënyrë që orientimi i tyre të jetë më i qartë, në mënyrë që rruga e tyre për tek Allahu Gjelle Shanuhu të jetë më e lehtë. Vëllezër dhe ju motra, në këtë muaj të begat, kemi një shansë dhe një mundësi të artë që të jemi prej banorëve të xhenetit dhe të hymë pikërisht nga këto dyert të cilat hapen në këtë muaj. Elusë Allahu Gjelle Shanuhu që të na bëj për atyre të cilët janë vepër mirë, për atyre të cilët synojnë xhenetin, synojnë që të hyjnë në për këto dyert madhështore. Elusim Allahu Gjelle Shanuhu të na ruaj nga zjarri i xhenemit, të na lehtësojë agjërimin e Ramazanit dhe të na nxjerrë prej këtij muaji dhe të ne të jemi të fituar dhe të kemi arritur kënaqësinë e Allahut, faljen dhe shpërblimin e tij. Amin.